Në këtë edicion do të ndiqni. Sot janë bërë 22 vjet nga fillimi i sulmeve ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake e policore të Serbisë dhe Malit të Zi. Sulmet kishin filluar në orën 19:45 kur aeroplanet e NATO-s lëshuan bombat e para kundër pozicioneve strategjike të ushtrisë së ish Jugosllavisë, siç quheshin dy republikat e ish Federatës Jugoslave, Serbi, Mali i Zi, por edhe në Kosovë. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov vazhdojnë të kryen testime serologjike si dhe ato rapide. Sot është hapur palestra e re e boksit dhe Muay Thai Sport Center në Gjakov. I pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini, i cili tha se investimet të tilla nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Sot janë bërë 22 vjet nga fillimi i sulmeve ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake policore të Serbisë dhe Malit të Zi. Sulmet kishin filluar në orën 19:45 kur aeroplanet e NATO-s lëshuan bombat e para kundër pozicioneve strategjike të ushtrisë së ish Jugosllavisë, siç quheshin dy republikat e ish Federatës Jugoslave, Serbi, Mali i Zi, por edhe në Kosovë. U bën 22 vjet nga mbrëmja e llatarshme 24 marsit të vitit 1999, të cilën qytetarët e Gjakovës e mbajnë mend si natën më të gjatë dhe më të tmerrshme të shfrenimit të pushtetit serb ndaj popullsisë civile në shenjë hakmarrje për fillimin e bombardimeve të caqeve serbe. Atë natë ndes flakët tërë qarshia vjetër e Gjakovës, si dhe i gjithë qyteti që kishte sytë dhe veshët nga ajo pjesë. Pas fillimit të bombardimeve të NATO-s mbi caqet ushtarake serbe në Kosovë dhe Serbi, po atë natë makineria serbe filloi vallen e saj makabre në Gjakov. Brenda një nate u dogje tërë qarshia e madhe. Gjuhët e zjarrit të dalura nga goja e piromanisë serbe e shndruan në tym dhe hi mundin dhe djersën qindra vjeçare të Gjakovës dhe ju kërcënuan si një përbindësh mitologjik qiellit. Atë natë u vran 6 qytetarë të nderuar të Gjakovës, në mesin e tyre kirurgu dhe humanisti i shquar Dr. Izet Hima, akademik Avni Ferizi e shumë të tjerë. U vran në mënyrën më mizore 10 viktima të pafajshme, bashkë me bombardimet për 78 ditë me radhë në të gjithë Kosovën e edhe në Gjakov vazhduan vrasjet, dhunimet dhe dëbimet masive të popullsisë. Sot ato ditë kujtohen me ankth dhe dhembje për viktimat e humbura, por me mburje dhe krenari për fitoren e arritur të ushtrisë lirimtare të Kosovës bashkë me aleatet e NATO-s ndaj regjimit fashist të Miloševićit. Sot Gjakova po ndërton të ardhmen në truallin e saj të lirë duke mos harruar për asnjë çatës të kaluarën e hidhur dhe dëshmorët e martirët e saj, që u bën themeli fort i Kosovës së lirë. Pra angazhimi dhe mundi shumë gjeneratave për barazi dhe liri, ku nuk u kursye edhe gjaku e mbi të gjitha përcaktimi për liri dhe barazi me ndihmën e Perëndimit, këtij procesi historik ja siguruan suksesin që solli edhe shtetin e Kosovës e që tash quhet e arritura më e madhe e këtij shekulli. Se Gjakova është ndër qytetet që më së shumti pësojnë nga lufta viteve 98-99, këtë dëshmon edhe numri i madh i dëshmorëve, martirëve dhe viktimave të tjera, mes të cilave është edhe Gazmend Jusufi, të cilin e vranë në mesnatën mes 23 dhe 24 marsit të vitit 1999. 23 dhe 24 marsi 99 shënojnë ditët e lotëve dhe tragjedisë në qarshinë e vjetër në Gjakov. Është ky Jusuf Jusufi që për netet e këtyre datave ka shumë çka për të treguar. Gjithçka kishte filluar nga këtu. Armë zjarri, tym, flak e vrasin nga forcat ushtarake serbe. Të freskët e përjeton këtë natë të kopshme ku dyqaneve të qarshisë qindra vjeçare ju vë flaka e çdo pasuri e kësaj rruge vetë se u shua. Lajmin që vëllau është vrarë nuk e mora nga askush, vetë se mos lajmërimi i tij më bëri që t'i them nënës, bëhu e fort, sepse Gazmendi siç duket ka vdekur. Nga ajo ditë kujtimet ende i kemi të gjalla, thot ai. 24 marsi është hyrja e veprimit të forcave serbe, për arsye se me natën e 23 ditës 23 mars ka filluar kallja e qytetit Gjakovës.
ose vurja flake e fashistëve sërbë, në shehet, në genetikën e që të popullit Gjakovës, që është qashia vjetër. Ka fillu nga kulla Begut dhe ka vazhdu me në 620 kusur lokale dherë në, i thojnë rruga e Fëndive në lagjin më dhe e sopë, po ashtu kanë vepru të djegë këtë pjesën tjetër të qytetit prapë qashia vjetër me drejtim të Hanit Haraqis. Pëtham nanës Rametlis, ku është meni, nga zmeni tha ka dalë, tha ka shku të Haraqia. I thash nanës qame i shala këthejet, se disha se shka ka ndodhë. Mëse 2 orë, prapë vetë nanën e au këthy, tha jo, e thash nanë do shku bëhë fort, përsu se nuk e në shenjat mirë. Gjakatarët serb nuk u ngopën qysh në ditët e para, morën jetën e më të dashurve tanë, këtun nga qashia i vjetër, banor të kësaj lagje ka të vrarë, e disa të tjerë ende nuk janë gjetur. Është kry vrasja të familja Dule, të ndjerët këtë Dule është vrarë në njërë tragjiko, është vrarë nga forcat serbe, gjithësisht nga personat gaset, është vrarë doktori i në Rumë, doktori Zet Hima, është vrarë një moshuar porë Gjakovar, familja Zherka, Qamir Zherka, me djalin e tij shumë i ri në moshë. Gjatë rrugës mes emocionesh, tregoi çdo lëvizje që është bërë po atë natë. Më poshtë se dyqanet ishte një kasaphane ku 2 të rinj humbën jetën e vendi u la me gjakun e tyre. Pas disa ditë, mas datës 24, 2 vllazën, ta kanë të ndëgjume, as nuk e ku pa vdekun, përse këtu kanë qenë të vramë. Vllazët kanë qenë të miku i tëne të Gojani, familja Gojani, shtu mrapa xhamis Hadumit. Kanë ardhur për më shku në shtëpinë e prindet vetë, edhe i kanë ra dët janë 3. Copëzat e xhamisë së Hadumit nga bombardimet arritën deri në oborin ton, shtoi ai. Në qytetin e traditës e kulturës, gjithçka u bë shkrumb e hi. Afër kullës së Begut, sipas disa informacione thuhet se gjurmët e fundit të vëllau tim ishin po në këtë vend. Sipas bisedave të fundit që kum pas me një antar të familjes Këzhevët, thotë se ka qenë në kulm, ku e kanë dëgju krismat e artisë, revoles, 3 krisma, se kush është vra, thotë kom parfëtërim, parësy se kom një prej Hagjibiqirit, që i kanë thonë gazmen ku përshkan. Gjakova, në historikun e saj të gjatë, nuk mban mend katrahura të tilla si kjo fundit. Pastrimi i egër etnik i qytetit me rrethin bëri që ky qytet ato ditë t'i ngjante një kasaphanie të vërtet. Brenda një nate, edhe pse u shkatrua gjithçka, gjakovarët besuan dhe jetuan për të pritur një ditë si kjo sotmja, që është vetë liria. Kryeministri Albin Kurti së bashku me kabinetin e tij qeveritar kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora lulesh në kompleksin memorial në Glogjan, ku ka thënë se vetëm duke kujtuar luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, si dhe sakrificën e popullit për liri, do të ruhet vlera e lirisë dhe pavarësisë. Kryeministri Albin Kurti së bashku me kabinetin e tij qeveritar kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora lulesh në kompleksin memorial në Glogjan, ku kanë thënë se vetëm duke kujtuar luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe sakrificën e popullit për liri, do të ruhet vlera e lirisë dhe pavarësisë. Kurti bashkë me ministrat e tij me 1 minutë heshtje kanë nderuar dëshmorët e ushtrisë lirimtare të Kosovës në Glogjan. Në 23 vjetorin e epopesë së Dugaxhinit, kreu i ekzekutivit kujtoi dhënien e kushtrimit në Dugaxhin dhe përhapjen e luftës lirimtare në të gjithë vendin. Pushkëve të lirisë ju bashkangjitën avionët e NATO-s dhe nuk vënoj e u çlirua Kosova. Ai tha se lufta çlirimtare u përhap gjithandej, e që një vit pas epopesë së Dugaxhinit, pushkëve të lirisë ju bashkangjitën edhe avionët e NATO-s. Vetëm duke ja përkujtuar vetës son çmimin e madh për liri e për pavarësi, ne u adim e u ruajmë vlerën këtyre lirisë pra dhe pavarësisë.
Kurti mëngjesin e së mërkurës bashkë me kabinetin qeveritar kanë bërë homazhe edhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Ish komandanti ushtrisë lirimtare të Kosovës në zonën e Dugagjinit në luftën e fundit në Kosovë, një herësh edhe kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka zgjedhur që në 23 vjetorin e epopesë së Dugagjinit t'i dërgojë një mesazh presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, duke thënë se askush nuk duhet të guxojë ta nëpërkëmb Kosovën. Pas homazheve që Haradinaj bëri në kompleksin memorial në Glogjan, Haradinaj duke ju kundërpërgjigjur provokimit të presidentit të Serbisë, i cili kishte publikuar një fotografi të hartës së Kosovës me flamur të Serbisë. Tha se vetëm populli që jeton në Kosovë është simbol i vendit. Duke aluduar në bashkimin me Shqipërinë, Haradinaj tha se Kosova do kthehet aty ku përket në rast të mosantarësimit në OKB dhe NATO. Ai tha se të arriturat më të mëdha që i gëzon Kosova dhe populli i saj janë liria dhe demokracia. Askush mos synon, mos tenton, mos provon me në përkam Kosovën. Kosova ka një histori gjatë, 100 vjeçare, edhe Kosova dhe 1000 vjet do të mbetet e popullit vet. Haradinaj kujtoi dhe ndërhyrjen e NATO-s, një vit më vonë, pikërisht me 24 mars të vitit 1999, për çka tha se Kosova është mirënjohëse përgjithmonë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 23 vjetori epopesë së Dugagjinit ka mbledhur në Glogjan politikan, ish ministra, deputet të Kuvendit të Kosovës. Me 24 mars 98 nuk ishim zgjidhje tjetër pas me u përball me Serbinë. Nuk ishte çështje e dëshirës, po ishte e pashmangshme. Ajo që ndodhi me 24 mars 98 nuk ishte e para. Kryeministri Albin Kurti bashkë me kabinetin qeveritar kanë bërë edhe homazhe pranvarit të ish veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi. Kreu i qeverisë tha se kujtimi për Demaçin do të jetë i përjetshëm dhe do të kultivohet ndër breza. Kryeministri sapo zgjedhur Albin Kurti bashkë me kabinetin qeveritar kanë bërë homazhe edhe pranvarit të ish veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi. Kreu i qeverisë tha se kujtimi për Demaçin do të jetë i përjetshëm dhe do të kultivohet ndër breza. Kujtimi për të është i përjetshëm dhe padyshim që kontributi i Basës Adem do të mësohet e do të kultivohet ndër brezat. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkë me kabinetin qeveritar kanë bërë homazhe te varri ish presidentit Ibrahim Rugova në Prishtinë. Pasi vendosi kurora lulesh, Kurti tha se në këtë mënyrë përkujtojnë të kaluarën për ta respektuar kontributin e të gjithëve. Në këtë mënyrë ne përkujtojmë se prej nga vim, respektojmë kontributin e të gjithëve. Kurti gjatë ditës bëri homazhe edhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, te varret e dëshmorëve në Glogjan të Deçanit dhe te varri ish presidentit Ibrahim Rugova. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se seanca për zgjedhjen e presidentit do të mbahet sapo të bëhet zëvendësimi i deputetëve, të cilët morën poste ekzekutive. Kurti tha se 2 hapat e parë për konstituimin e institucioneve kanë përfunduar me sukses dhe ka mbetur edhe hapi i tretë, në të cilën u shpreh i sigurt se do ta legjitimitoj Vjosa Osmanin si presidenta. Padyshim e sigurt atë që votoi populli me mbi 300.000 vota do të mund ta legjitimojmë edhe me të gjitha votat e nevojshme në mbledhjen e Kuvendit të Republikës. Krahas kësaj, kryeministri Kurti tha se kanë marrë gjithë materialin qeverisës nga ish kryeministri dhe ministrat paraprak dhe pas shqyrtimeve dhe një analizë të mirëfill do të dalin me qëndrime. Ndërkohë tha se zotimet dhe qëndrimet e tyre për fshirë marrëveshjen e Washingtonit janë të njëjta. Zotimet dhe qëndrimet tona ju i dini, ato në parim janë të njëjtat, mirë po detajet e reja bëhen pas shqyrtimeve që tashmë kanë. Këto komente Kurti bëri pas homazheve në varrin e ish presidentit Ibrahim Rugova.
6 muaj pas bastisjes në selin qendrore të OVL-UÇK-s, as sot nuk kanë arritur të kthehen pajisje të cilat ishin konfiskuar. Nga këto bastisje ishin arrestuar edhe Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Ani pse ishte kërkesë nga vetë prokuroria speciale, të njëjtit sot nuk kanë qenë të gatshëm që t'i dorëzojnë materiale të cilat i kishin marrë. 6 muaj pas bastisjes në selin qendror të OVL-UÇK-s, as të mërkurën nuk kanë arritur të kthehen pajisjet të cilat janë konfiskuar. Nga këto bastisje ishin arrestuar edhe Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Ani pse ishte kërkesë nga vetë prokuroria speciale, të njëjtit sot nuk kanë qenë të gatshëm të dorëzojnë materialet të cilat ishin marrë. Avokati autorizuar Tom Gashi tha se kjo ka mundur të ndodhë për shkak se kishin kërkuar raport me shkrim për ato se çfarë kanë gjetur gjatë këtyre muajve. Gashi, i cili kishte shkuar në kompleksin e Uleksit në Fushë Kosovë, tha se para 2 ditëve janë njoftuar nga zyra prokurorisë speciale në Hag që sot do dorëzohen pajisjet e konfiskuara 6 muaj më parë në zyrat OVL-UÇK-s. Ata kanë vendosur që faktikisht të mos na japin pajisjet, për të cilan kanë kërkuar gjithsesi që të vijmë ditën e sotme në ora 10. Unë besoj që mosdhënia e pajisjeve, edhe pse ishte kërkesë e tyre që ne të vijmë, se ne nuk i kërkonim. Tutje sipas tij, ata dje kanë kërkuar një raport si çfarë është gjetur nga këto pajisje. Për këto ai theksoi se ka mundësi që të njëjtit t'i kenë ra pishman. Ne kërkojmë që të na njoftojnë se çfarë kanë gjetur në pajisjet e konfiskuara më 25 shtator vitit 2020. Avokati Tom Gashi shtoi se oficeri me të cilin ka biseduar ka thënë se do të njoftohen me shkrim se kur do të mund të marrin këto pajisje të cilat ishin konfiskuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar 13 rekomandimet për kandidatet e radhës që do të zëvendësojnë deputetet e deri tani shumë të Kuvendit të Kosovës. Emrat e deputetëve të zëvendësuar sipas objekteve politike janë: nga Lanca për Armërinë e Kosovës, Daud Haradinaj zëvendësohet nga Shemsedin Dreshaj. Nga Lëvizja Vetëvendosje, Donika Gërvalla Shparc zëvendësohet nga Shqipe Jusufi. Arben Vitia nga Enver Haliti, Hekuran Murati nga Mirsat Shkreta, Faton Peci nga Gramoza Gusholli, Liburna Liu nga Alban Bajrami, Arbrien Agavci nga Ylza Hoti, Hajrullah Qeku nga Jahja Kokaj, Rozeta Hajdari nga Gresa Bytyqi Kelmendi, Gjelal Sfeqla nga Hydajet Hyseni, Fikrim Damka nga Enis Kërvan, Elbert Krasniqi nga Fridon Lala dhe Emilia Regjepi nga Samra Ilias. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov, po vazhdojnë të kryen testimet serologjike si dhe ato rapide. Gjakova pas kryeqytetit është komuna e parë që ka filluar realizimin e testimeve serologjike. Arben Koshi, drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare, thekson se këto testime vazhdojnë të kryhen këto. Deri më ditën e djeshme kemi pas sasi të mjaftueshme dhe procesi ka shkuar në kontinuitet. Do të thotë çdo ditë kemi bërë testime. Pavarësisht për kërkesave ose udhëzimeve që i kanë jap mjekët, ne i kemi kryer shërbimet. Për sasisë cilën na ka furnizuar Kuvendi i Komunës, do të thotë janë kryer deri më datën e djeshme, janë kryer 5231 teste, për të cilave kanë rezultuar 1822 apo 34.8%. Kanë rezultuar pozitiv me vlerat IgM ose IgG apo në raste të ndryshme edhe me 2 vlerat. Ditën e djeshme kemi marrë një donacion nga kompania AGS, e cila ka qenë edhe kompani furnizuese që nga momenti i parë, dhe ka pru një sasi për 1000 testeve, do të thotë 1000 teste IgM dhe 1000 teste IgG. Dhe tani kjo sasi është mjaftueshme për momentin, përderisa furnizimi nga Kuvendi i Komunës do të realizohet. Tutje Koshi thekson se ka edhe shërbime tjera që ofrohen për të gjithë pacientët që dyshohen që janë infektuar me COVID-19. Komunës Gjakovës i kanë caku 5000 teste antigen rapid dhe ne ditën e parë kemi startu me njëherë. Këto janë testet shpejta, me të cilat brenda 15 minutave dalin rezultatet. Dhe që nga dita por, dhe me ditën e djeshme, kemi realizuar 607 teste, për këtune kanë rezultu pozitiv 113 raste. Do të thotë në një përqindje për 18.62%. Kërkoj për qytetarëve të kenë mirë kuptim, nga se është një ngarkesë shumë e madhe, është një fluks shumë i madhe i personave të cilët dëshirojnë të bëjnë testimet, mirë po kapacitetet tona nuk në lejojnë, nga se gjatë ditës bëhen 3 lloje të analizave, do të thotë analizat laboratorike të cilat kryhen,
testet serologjike dhe prej orës 12 kryen edhe antigen testimet rapid test. Në fillimet e kësaj procedure, fillimisht janë testuar personeli shkollor, shëndetësor e më pas administrata komunale, për të vazhduar më pas edhe me qytetar, për të cilët profesionistët shëndetësor kanë vendosur se duhet të testohen. Familja Ferizi në Gjakov jeton në kushte shumë të rënda. Andaj ata po kërkojnë nga njerëzit vullnet mirë që të ndihmojnë me aq sa kanë mundësi. Në lagjën Dardani të komunës së Gjakovës është kjo shtëpia mbrapa meje familjes Ferizi. 4 anëtarët e kësaj familje këto ditë të marsit po i kalojnë në ditë të ftohta. Tani do të shkojmë dhe të vizitojmë këtë familje. Është kjo zonja shtëpisë që çdo ditë mbush kofën me ujë në obor për ta nxehur, sepse shtëpia ku banon nuk ka as kushte elementare për jetë. Dyshemeja është e qartë, e ditët e marsit që po i kalojnë në të ftohtë nuk po mund t'i durojnë fëmijët. Nuk po kanë as me çka të ngrohen, pasi që energjia elektrike shpesh ndalet e këta nuk kanë as dru e as stufë për t'u ngrohur. Muret janë shkatruar e çdo kënd i shtëpisë është jashtë funksionit. Pos këtyre pak gjërave ushqimore nuk ju ka mbetur asgjë. Mi duna mi shtin gjumë me dalë me laje internet sana jashtë, ftaft, që to flajna, që to tesha, të lanë s'kam as ku mi palu tesha, as fëmin s'kam ku i lajë, vish duhet mi la që to të nëzemja. Na vetë i duhet mu la jashtë, ftaft, ujnë e nëzeme e roshav për mi la fëmint. Qështu ftaf, qysh peshen e vetë, ftaf shumë, drunë s'kemi, shpo radio, ftaf shumë. Krye familjari i familjes Ferizi po kërkon nga bamirësit që për hatrin e fëmijëve të bëjnë diçka. Të ftohtin nuk po mund ta durojmë, fëmijët i kam të vegjël e sëmundjet vetë se na e kanë bërë edhe më të rënd jetesën, thot ai. Në kërkoj ka të qerë nga dhe gjithë kush do që të më shemë më ndihmu, si kom kushtet shumë fështira. Me një rogë të autolare, punoj herë ka punë, herë nuk ka, se pandemi, nuk po mi ja dalë kur qysh, 100 euro paguj qëra, fëmiti kom smut me bronhit dytë, po ashtu edhe shohë që në kom smut me gjilpona infuziona, është smut për i sinusve, dhim të skres, anë ti kom. Kërkoj për i kush do që ta shërpi i bamirë se me më ndihmu bilenistrojmë hatërish në 2 fëmijëve. Familja 4 antarshëm në Gjakov kanë 2 fëmijë, njëri 5 muajsh e tjetëri 2 vjeç. Jetojmë shpresën që një ditë edhe për ne do të vinë ditët e mira, sepse e dim që ka njerëz vullnet mirë, than ata. Sot është hapur palestra e re e boksit dhe Muay Thai Sport Center në Gjakov. I pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini, i cili tha se investimet të tilla nuk do duhet të mungojnë asnjëherë. Gjakovës i është shtuar edhe një qendër sportive nga sot. Sport Center është vendi ku të rinj do të mund të ushtrojnë sportin e boksit dhe Muay Thai. I pranishëm ishte edhe kryetari i komunës Ardian Gjini, i cili tha se investimet të tilla nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Po mendoj që çfarë do investimi në sport, në këtë rast edhe sportet luftarake, në boks, në kickboks, është diçka që, si që patëm edhe fjalën bashk i nxjerr djemtë dhe vajzat prej pasivitetit fizik, i shtin në një rrugë që ndikon të ta, edhe në zhvillimin psiqik, edhe në zhvillimin fizik, mirë po edhe krijon mundësi që prej këtyre trevave, prej nesh, me dalë edhe sportistë superior në të ardhmen, ne kemë pas një traditë jashtëzakonshme, në sportet luftarake ende e kemi, në gjitha sportet, edhe në sportet e vajzave, edhe në sportet e djemve, jemi dëshmitar të sukseseve që sportistë tonë në artet marciale, në sportet luftarake, i tregojnë jo veç nivel vendi, por në gjithë botën. Se të investuarit në sport është investim direkt në të ardhmen, e thanë edhe drejtoresha për kulturë rinj e sport Saranda Hyseni dhe Syl Voca, nën kryetari i Federatës së Boksit të Kosovës. Unë e bëj apel për këtu gjitha kompanitë që kanë mundësi të investojnë në sport, sepse duke investuar në sport, për pas që sjellin marketing edhe kushte më të mira për sportistët, asgjë tjetër nuk humbi. Në Federatës Boksit Kosovës, të përcjellë urimet dhe përgëzimet e gjithë komunitetit boksit Kosovës,
me rastin e promovimit të kësaj palese sportive ku në këtë vend. Jam shumë optimist dhe i sigurt se do të lindin talent që do të apështojnë jo vetëm Evropën, por edhe botën. E kryetari i klubi Sport Center tregon se nevoja për një qendër më të madhe erdhi pas interesimit të madh të rinjve. Ne si klub jemi që nga viti 2009 po në këtë objekt, por e kishim hapësirën më të vogël, po për shkak që pam që interesimi i të rive është i madh, menduam që edhe ta zgjerojmë hapësirën dhe të krijojmë kushte edhe më të mira për zhvillimin e këtij aktiviteti sportiv siç është boksi dhe Muay Thai. Ky klub është themeluar në vitin 2009. Këtu do të mund të stërviten të gjitha grup moshat e të dy gjinive, duke filluar nga mosha 6 vjeçare nga trajner profesionist. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Sot janë bërë 22 vjet nga fillimi i sulmeve ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake e policore të Serbisë dhe Malit të Zi. Sulmet kishin filluar në orën 19:45 kur aeroplanet e NATO-s lëshuan bombat e para kundër pozicioneve strategjike të ushtrisë së ish Jugosllavisë, si quheshin dy republikat e ish Federatës Jugoslave, Serbi, Mali i Zi, por edhe në Kosovë. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov vazhdojnë të kryen testimet serologjike si dhe ato rapide. Sot është hapur palestra e re e boksit dhe Muay Thai Sport Center në Gjakov. I pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini, i cili tha se investimet të tilla nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syrivisvision.tv. Mirupafshim.